Përshëndetje shikues të Monitor, jemi në një episod të ri të podcastit ton Business Plus dhe do të flasim sot për problematikat e konkurrencës në disa prej tregjeve strategjike të ekonomisë. Për të folur rreth këtyre çështjeve kemi të ftuar zonjën Alindita Miljo, që është ish-kryetare e Komisionit Konkurrencës dhe pedagoge. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Në radhë të parë, në vitet e fundit ka një shqetësim në rritje lidhur me rënjen e konkurrencës në tregun e shërbimeve të telefonisë celulare. Pra, është nga ato tregje që janë oligopole natyrore faktikisht, por në vitet e fundit ka përjetuar një cikël të mëtejshëm përqendrimi, pra dhe ulje të numrit të operatorëve në treg. Duket që kjo është reflektuar në një kohë pak a shumë të shpejt edhe në një tendencë në rritje të çmimeve në këtë treg. Nga këndvështrimi juaj dhe sigurisht edhe nga përvoja e gjatë që keni pasur në studimin dhe analizimin e këtij tregu në autoritetin e konkurrencës, cilat janë problematikat kryesore të konkurrencës në këtë treg dhe si duhen adresuar ato? Në fakt, vetë realizimi i transaksionit të përqendrimit në dy operator, ne kemi të bëjmë me një treg duopol, i cili në vetvete ka një prirje, sikurse edhe nga hetimit që ne kemi bërë në 2007, kur kishim vetëm dy operator, ka një prirje për të ndjekur njëri tjetrin. Pra nuk mund të themi që kemi një sjellje të koordinuar, por ky treg është një treg i kufizuar, ju e përmendët që ka një kufizim natyror. Dhe në tregjet të kufizuar nga pikpamja natyrore janë gjithmonë entitet rregullatore ato që luajnë rolin kyç. Sepse në kushte të tilla, pra në kushtet e mungesës së mundësive për të patur hyrje të reja në treg, të lirshme, pra do të thotë më shumë operator me një lojë të lirë të tregut, atëherë entitet rregullatore duhet patjetër që të ushtrojnë elementet e mbrojtjes së konsumatorit. Zhvillimin e qëndrueshëm të tregut specifik, por edhe mbrojtjen e konsumatorit njëkohësisht. Ne po të vëmë re, është e vërtet ajo që ju po huat, sepse vetë raportet e AKEP-it e cilësojnë që shpenzimet vjetore vjen duke u rritur nga ana e popullsisë. Dhe kjo do të thotë që në fund të fundit kemi të bëjmë me problematika për sa i përket rritjes çmimeve, jemi vetë konsumatorë dhe gjithnjë më tepër paguajmë më shtrenjtë për shërbimin që ne marrim, gati për të njëjtin shërbim, për një cilësi që nuk kemi një rritje të qëndrueshme të cilësisë, dhe nga ana tjetër, një element tjetër i cili shikohet edhe nga studime të ndryshme, kemi të bëjmë edhe me paqartësinë e kontratave që ndërtohen me konsumatorin. Pra do të thotë që mbrojtja konsumatore duhet jetë patjetër në prioritetin e AKEP-it në këtë rast. Në mënyrë doktrinale, pra është vetë teoria e mbrojtjes së konkurrencës dhe promovimit të konkurrencës, që kërkon entitet rregullator që të ushtrojë një kontroll dhe njëkohësisht një përcaktim të qartë të normës së fitimit. Pra do thotë të kemi çmime të kontrolluara, tarifa të kontrolluara të telefonisë. Por kjo kërkon kapacitete të qëndrueshme brenda AKEP-it. Vitet përpara, atëherë kur në bazë të studimit që u realizua, u identifikua që matja në mënyrë sa më të saktë të eficiencës së tregut kërkonte një studim të kostove në mënyrë të qëndrueshme, sipas ofertave, sipas produkteve që ofronin operatorët, ne sugjeruam, ose mirë në bashkëpunim edhe me AKEP-in, nuk dakordsuaj që do të realizohej një auditim me institucionet e specializuara ndërkombëtare për të parë se kush do të ishin kostot që shfaqeshin dhe raportoheshin nga këta operator. Me sa kam vënë re dhe në tërësinë e vet edhe nga publikimet nga AKEP-i, kjo është përsëri një nga pikat në cilat AKEP-i po synon që të shkojë në kontrollin e kostove dhe rrjedhimisht edhe në kontrollin e çmimeve. Por të çmimeve në kuptimin e tarifave, pra për të parë për gjithë grup produktet. Por unë mendoj që pika kyçe është patjetër ajo që ne quajmë mbikëqyrja e tregut nga autoriteti i konkurrencës dhe të qenit në të njëjtin pozicion mbrojtje edhe së bashku me AKEP-in. Pra të dy institucionet duhet të kenë një bashkëpunim dhe një
dalje të qartë, me thënë të filozofisë së zhvillimit të këtij tregu. Dhe kuptohet që instrumentat vinë duke u përsosur, sepse flasim për digitalizimet, për krijimin e hapësirave më tepër në frekuenca. Dhe kjo ndoshta do të rriti mundësinë për hyrës të rinj në treg. Por tregu, networku i tyre njëkohësisht duhet trajtuar me shumë kujdes. Sepse operatorët e rinj kanë parë bisedat ose alternativat që po diskutojnë qoftë edhe nëpërmjet medjave për vendosjen e operatorëve virtual, që të cilët në fakt do të ishin thjesht përdorues të networkut, të operatorëve ekzistues. Dhe kjo kërkon një studim shumë të mirë, jo vetëm të kapaciteteve, por njëkohësisht edhe të akteve regulative, në mënyrë që gjithçka të jetë e qartë për çdo lloj situate të disputet, me të mosmarrëveshjeve që mund të kenë palët me njëra tjetrën, në mënyrë që të krijohet mundësia e zhvillimit të mëtejshëm. Pra, siç e thatë dhe ju, shpresat për një rritje të konkurrencës në stadin aktual të zhvillimit të tregut të shërbimeve celulare janë kryesisht tek operatorët virtual, apo sepse për faktin që tregu është pak a shumë i maturuar, është ndoshta disi e vështirë që një operator i të hyjë nga zero dhe të ndërtojë rrjetin e vet në këtë fazë. Besoni që operatorët virtual në modelin e të tregjeve të tjera ku për hir të së vërtetës kanë hyrë në faza më të hershme pra në treg, besoni që këta operatorë mund të kenë një ndikim të rëndësishëm për konkurrencën në treg? Sinqerisht, duke marrë për bazë historikun e zhvillimit të këtij tregu në Shqipëri, unë do të thoshja që do të ishte një sipërmarrje e pasuksesshme. Sepse kërkon një pozicionim shumë mbrojtës të këtyre lojtarëve të rinj nga ana e kepit për të krijuar aksesin në network. Dhe aksesi në network në investimet e operatorëve ekzistues është e vështirë për të realizuar. Për më tepër, po nëse ekzistenca e këtyre operatorëve dhe nëse këto operatorë do të dalin fitim prurës, atëherë do thotë që operatorët klasik, pra operatorët që janë tashmë në treg, punojnë me marzhe fitimi shumë të mëdha. Kështu që duhet patjetër që të krijohet, tregu duhet ngacmuar. Patjetër që tregu duhet ngacmuar, për më tepër që këta mund të sjellin risinë në inovacion, pra të detyrojnë firmave që kanë network që të investojnë më tepër në network për të rritur më tepër kapacitetet. Por mos ajo që duhet ajo që shtrohet sidomosdoshmëri për të ardhmen e afërt të këtij tregu është që networku tashmë përdoret për shkëmbim të dhënash. Nuk përdoret thjesht për atë që quhet shërbimi i shitjes me pakicë tek konsumatori, te përdoruesi i zakonshëm. Dhe në këto kushte, investimi te networku është shumë i domosdoshëm. Në këtë këndvështrim, këta operator mund të japin një shtys dhe njëkohësisht të rrisin që konkurrencën midis dy operatorëve bazë që kanë klasik që kanë në networkun e tyre. Në qartë. Por kjo do të kërkojë si aty një rol më të fortë të rregullatorit. Absolutisht, kërkon një qëndrim shumë konsekuent, shumë transparent dhe shumë të hapur. Do thonë të përdorur sloganin e popullit, duhet vendosur pikat mbi i që në fillim fare dhe qartas duhet të qëndruar konsekuent me këto parime bazë. Besoni që kthimi te rregullimit të tregut me pakicë mund të jetë një alternativë, sepse është një diskutim i hershëm. Ky u aplikua dikur në Shqipëri në vitet e para që edhe ju ishit në drejtimin e autoritetit të konkurrencës, po pas u hoq dorë nga kjo praktikë edhe për shkak të rritjes së konkurrencës, po ndërkohë në vitet e fundit autoriteti i konkurrencës ka dhënë disa mesazhe në këtë drejtim duke rekomanduar ndoshta një rikonsiderim të vendosjes së rregullimit të tarifave me pakicë. Në fakt, në parim unë jam kundër faktit të rregullimit të çdo gjëje nga shteti, pra qoftë nga institucionet, nga regulatori në këtë fakt, sepse tregu bëhet i ngurtë dhe konsumatori ndoshta mund të fitojë në pak lek, por humbet shumë në cilësi. Dhe kjo pastaj do të ishte një efekt domino shumë negative. Kur mjafton që parimet, përsëri unë qëndroj te parimet, se çdo gjë ndërtohet mbi bazën
e filozofisë së zhvillimit. Dhe ekonomia shqiptare është një ekonomi e iniciativës lirë dhe e tregut. Dhe si e tillë duhet që operatori ta ndjejë trysninë e tregut. Por që operatorët të ndjejnë trysninë e tregut duhet patjetër që regulatori, pra ata që janë arbitrat e lojës, të jenë shumë strikt. Dhe ne po të shikojmë një ndeshje kur kemi një arbitër të mirë, ne si konsumator më ndjejmë shumë kënaqësinë atë intensitetin e lojës. Do të thonë, ky është dhe besoj se kjo është filozofia për cilën është ndërtuar dhe entitet rregullatore, që patjetër duhet të ruajnë eficiencën në treg, patjetër duhet të nxisin eficiencën në treg, dhe duhet të jenë shumë drastik në operatorëve kur këta nuk veprojnë në mënyrë eficiente sepse përdorin monopolin që kanë për shkak të natyrës së tregut dhe mbrojtjen e konsumatorit. Nëse duam të flasim për një treg tjetër ku ka një ndjeshmëri të madhe konsumatore natyrshëm që është tregu i karburanteve, edhe ky faktikisht është një treg që është karakterizuar në vite nga debatet shumëta për mirë funksionimin e konkurrencës, megjithse në nivel pakicë, siç e dim, ekziston një numër i konsiderueshëm subjektesh në këtë treg, por në rrjedhën e sipërme në nivel shumicë edhe ky është një treg relativisht i përqendruar, pra ka një numër të vogël aktorësh në nivel importi dhe tregtimi me shumicë. Ajo që po vërejmë si konsumator në 2 vitet e fundit, veçanërisht në vitin e fundit, kemi pothuajse një ngrirje të çmimeve të karburanteve në pikat e pakicës, madje edhe kur ndryshojnë pothuajse në mënyrë të koordinuar, të njëhershme, pra në të gjitha pikat. Ju si do të analizoni situatën aktuale në tregun e karburanteve dhe besoni që ekzistojnë problematika që duhen adresuar? Në fakt, në tregun e karburanteve, në periudhën kur kam qenë pjesë e autoritetit konkurrencës, Komisionit Konkurrencës, në atë kohë kishte një problem dhe ne adresuam dhe parlamentit rekomandimin për të parë modelin e tregut, sepse kishim të bënim me një integrim vertikal. Duhet kemi parasysh një fakt që tregu shqiptar është një treg i vogël. Dhe është kryesisht, po tërësisht mbulohet nga importi i karburanteve. Importi i karburanteve nuk është një mall i cili mund ta sjellësh në sasira të çfarëdoshme. Është një mall i cili kërkon një kapacitet të caktuar financiar, pra kërkon një lloj fuqie financiare nga një anë kur blihet, por nga ana tjetër kemi edhe depozitat, problemin e depozitimit, pontilin e ngarkim-shkarkimit të karburanteve në Porto Romano dhe depozitat. Kështu që të realizosh një studim për situatën aktuale, duhet parë se kush janë firmat që posedojnë, i zotrojnë pikërisht pontilin e ngarkim-shkarkimit dhe depozitat dhe kush janë importuesit kryesor. A ka këtu një kufizim të konkurrencës? A është e cënuar konkurenca në këtë segment tregu? Me sa kam vënë nga raportet publike të bëra, nga studius të ndryshëm, do të thosha operatori kryesor në treg, importuesi kryesor në rrjedhën e sipërme të tregut, ka ndryshuar, over the year, pra në për vite. Kemi një ndryshim të saj, ndoshta kjo për shkak të burimeve të furnizimit, por mendoj që çmimi i karburanteve në Shqipëri nuk mund të jetë një çmim elastik. Sepse duke qenë që një pjesë e konsiderueshme, monitori ka bërë një studim të hollësishëm të strukturës së çmimit në Shqipëri krahasuar me Kosovën dhe me Malin e Zi. Më falni, me Maqedoninë e Veriut. Dhe dukshëm ne kemi mbi afërsisht rreth 50 lek për litër, ne kemi një çmim të ngurtësuar. Dhe kjo ka efektet e veta për sa i përket elasticitetit të çmimit. Atëherë çfarë mund ta rregullojë këtë treg? Unë kam dëgjuar edhe shërahur dhe kohë përpara mendimi a mund të rregullohet me një autoritet rregullativ. Personalisht jam kundër vendosjes së një autoriteti rregullativ. Përse? Sepse nëse firma ka mbi 50% të tregut, në mënyrë automatike konsiderohet me dominancë në treg. Dhe firmat që kanë dominancë në treg nuk janë të lirshme të vendosin çmimet sipas strategjisë së tyre të çmimeve.
ata e kanë të detyruar, pra kanë një përgjegjësi sociale. Dhe këtë nuk e thot doktrina, këtë e thot ligji. Ligji shqiptar dhe njëkohësisht e drejta ndërkombëtare ose drejta europiane e konkurrencës. Pra, të gjitha firmat që kanë një pozitë dominuese në treg nuk mund të vendosin një normë fitimi si të duan. E kanë të kufizuar, sepse ndryshe hyn në shkeljet, jemi në kushtet e shkeljes ligjit, janë firma që ka 62% të importeve, kuptohet që është dominancë dhe ai nuk mund të vendosë një strukturë çmimi si të doj. Ai duhet të ketë një normë ekonomike të fitimit mbi kostot e blerjes e kostot operative dhe në këtë mënyrë ushtrohet një lloj kontrolli në kuptimin, pra duke ditur që shkel ligjin dhe automatikisht nëse shkel ligjin për mbrojtjen e konkurrencës, firmat marrin deri në 10% të xhiros vjetore, duke marrë në konsiderat këtë gjë kaq të konsiderueshme dhe prandaj është dhe e tillë, sepse dëmet që sjell në treg është shumë më tepër dhe prandaj e drejta europiane e konkurrencës dhe drejta ndërkombëtare e konkurrencës gjobat në kushtet e shkeljes së ligjit për mbrojtjen e konkurrencës janë shumë të rënda. Atëherë mjafton një studim i thjeshtë i tregut dhe për operatorin i cili ka çmime eksesive, pra çmime të larta, të paargumentuara, automatikisht quhet në shkelje të ligjit për mbrojtjen e konkurrencës. Dhe kjo për roli takon autoritetit konkurrencës. Roli takon autoritetit konkurrencës, i takon shtetit, i takon ministrit, i cili apo ministres, e cila në momentin kur merr pyetje nga gazetari që a duhet rregulluar me rregullator, duhet të thotë jo, sepse nëse shkelin ligjin ato gjobiten. Dhe automatikisht firmat marrin mesazhin, nuk marrin artikulimin e instrumentave publik që mund të përdoren në këtë rast. Pra me sa kuptoj, ju mendoni që duhet të ketë një rol më të fortë të autoritetit të konkurrencës. Autoriteti i konkurrencës, politik bërësi dhe ekzekutivi, duke qenë ata fillestarët që ta respektojnë dhe të zbatojnë ligjin, që të flasin me gjuhën e ligjit, sepse ndryshe tregu nuk mund të rregullohet për çdo gjë. Një treg tjetër që doja të flisnim pak në veçantë është tregu i sigurimeve, kryesisht në produktin e sigurimit të detyrueshëm motorik për përgjegjësi ndaj palëve të treta, pra TPL që përbën edhe, po themi, themelin kryesor të tregut të sigurimeve në Shqipëri për vetë tipare të zhvillimit të tij. Është një produkt që historikisht ka shfaqur të paktën prej më shumë se një dekade një konkurrencë të pakët në atë strukturën e çmimit mes operatorëve të ndryshëm, pra mes kompanive të ndryshme të sigurimit. Vlerësoni që ekziston një problematik për këtë produkt, pra për ta thënë ndryshe pse çmimet që ofrojnë kompanitë të sigurimit janë pothuajse të njëjta me ndryshime shumë të vogla. Unë mendoj që në fakt fatkeqësia e tregut të sigurimeve është pikërisht sepse kjo që quhet produkti MTPL-s i sigurimit të makinave përbën produktin kryesor të tyre dhe kjo nuk tregon një treg të zhvilluar. Dhe nga pikpamja e klientit e konsumatorit do të thoshja vetë shoqëritë e sigurimit kanë ndikuar negativisht nëpërmjet politikave që ata kanë ndjekur në lidhje me policat e sigurimit, duke ulur besimin tek konsumatori shqiptar. Dhe përjedhoj dhe kjo është dhe arsyeja përse konsumatori shqiptar nuk ndihet pozitiv, pra nuk ndihet i tërhequr që të realizojë dhe sigurimin e elementeve të tjera, të jetës apo sigurimin e pronës dhe elementet e tjera. Prandaj kjo është një efekt i gjithë politikës së ndjekur. Nga ana tjetër, në mënyrë konsistente, autoriteti i konkurrencës ka cilësuar që bonus malusi, pra ajo që gjithkusht të ketë policën e vet individuale të sigurimit të makinës bazuar në karakteristikat individuale, dhe kjo nuk është gjë tjetër veç se një algoritëm të cilës i vendosen karakteristikat e individit, kur them karakteristikat e kam fjalën për sa i përket gjithë variablave, por gjithë elementeve, kritereve, të cilat e bën individuale eksperiencën time nga eksperienca juaj. Në këtë këndvështrim ne shohim përsëri një ngurtësim. Ne nuk u fol që po ndërtohet bonus malus, do ndërtohen do të përdoren variabla të diferencuar, por për hir të së vërtetës
vetë fakti që çmimet janë pak a shumë të ngurtësuara ose të parafërta, do të thotë që nuk aja personi A dhe personi B paguajnë të njëjtën relativisht të njëjtën policë sigurimi. Kështu që në këtë këndvështrim unë përsëri mendoj që databazat dhe gjithë sistemi i informacionit që kompanit kanë duhet që të shkëmbejnë me njëri tjetrin pikërisht për të llogaritur dhe të përkryuar mundësinë e saktësimit të këtyre vlerave që duhet të vendosen në modelin e përllogarites së primit të sigurimit, që të jetë realisht individual. Dhe direktivat e të drejtës konkurrencës dhe që rregullojnë këtë treg e lejojnë, pra direktivat e BE-s e lejojnë shkëmbimin e informacionit. Dhe autoriteti i konkurrencës ka një udhëzim dhe ka një guideline se si dhe e lejon si një, do thosha, si një marrëveshje për të shkëmbyer informacionin, vetëm shkëmbimin e informacionit që do të përdoret për llogaritjet e primeve. Pra do të thotë që ekziston gjithë baza ligjore regulative, por mënyra se si vetë AMF-ja e ka konsideruar në për vitet, dua të them, aktualisht nuk e kam këtë informacion, e ka parë si një taks, apo e ka parë si një të ardhur që duhet të sigurohet që ta ketë tregu. Dhe jo si një detyrim ndaj konsumatorit pikërisht për shlyerjen e dëmit në radhë të parë, dhe u desh shumë kohë që vërtet të shikonim shlyerjet të dëmit nga shoqëritë e sigurimeve, dhe në radhë të dytë për të kaluar në atë lloj, në një konkurrencë ekzistente. Jo krijimi i instrumentave të ndarjes së tregut të kamufluara apo mbi sipërfaqe apo nën sipërfaqe. Ka parë mekanizmat e një të lloj kartelit. Absolutisht ka patur mekanizma të fshehur dhe unë jam e bindur që AMF-ja ka qenë në dieni të këtyre instrumentave. Dhe kjo pastaj cënon mentalitetin. Ligji i konkurrencës dhe funksionimi i tregut për ne është parë ndoshta në disa momente fillestare për vetë loja e tregut ka qenë e cënuar nga informaliteti, nga evazioni fiskal, nga shumë elemente të tjera dhe nuk është parë si instrument i zhvillimit. Por gjithnjë më tepër ne do të jemi të ekspozuar ndaj tregut ndërkombëtar, ndaj tregut global. Dhe firmat tona do të hapsojnë patjetër sepse e drejta e konkurrencës është një e drejtë unike që në të gjitha aktet, qoftë edhe në proceset apo në precedentet e nxjerra nga gjykata Europiane e drejtësisë, automatikisht ti e ke të detyruar pasaj që ta zbatosh edhe në Shqipëri. Qartë. Dhe dolim te një, besoj, aspekt tjetër shumë i rëndësishëm, pra Shqipëria është në një proces të integrimit në Bashkimin Evropian, kuptohet një pjesë e legjislacionit tashmë është përshtatur dhe është në fazë të mëtejshme përshtatje. Ndërkohë që nga momenti që aspirojmë të jemi sa më shpejt pjesë e Bashkimit Evropian, natyrisht do të lindin edhe detyrime tjera që lidhen me zbatimin e plot të kuadrit regulator të BE-s dhe drejta e konkurrencës apo jo nuk përbën përjashtim nga ky rregull. Si do të ndikojë integrimi në Bashkimin Evropian në të drejtën e konkurrencës, në mënyrën se si autoritetet regulatore duhet i qasen problematikave të konkurrencës dhe çfarë ndikimi duhet mund të kenë pastaj autoritetet komunitare pra të BE-s në këtyre problematikave. Në fakt, drejta e konkurrencës është nga ato të drejta të cilat nuk quhen kombëtare. Janë ndërkombëtare sepse lidhen dhe tregu europian është single market, është një treg i vetëm. Rrjedhimisht dhe Shqipëria do konsiderohet pjesë e të njëjtës në të njëjtën ligjësi. Dhe në qoftë se ne nga pikpamja e akteve normative dhe regulative mund t'i parafrojmë shumë shpejt në kuptimin e parafrimit pra të ekzistencës së tyre si akte. Kur merret në analizë eficienca e institucioneve, shikohet se kush është shkalla e zbatueshmërisë në kuptimin e rasteve, në kuptimin e arsyetimit, për shembull rastin e të drejtës së konkurrencës, në mënyrën se si bëhen analizat ekonomike të sjelljes së firmave në treg dhe në kuptimin e efekteve që ka. Por ky treg gjithnjë më tepër, pra vetë firmat
në Shqipëri do të jenë të interesuara që të kenë jo vetëm një njohje, por të kenë një zbatim akoma dhe më të mirë, sepse duke marrë në gjurim ndërkombëtar tregu, të gjitha tregjet që përmendëm, konsumatori, ai operatorët qoftë në një treg të vogël, hynë me duke dashur të përdorin networkun e gjithë infrastrukturës që ata kanë. Dhe rrjedhimisht me kosto operative më të ulta se sa operohet në vend. Por ky treg bëhet akoma dhe më i ndjeshëm kryesisht për prokurimet publike. Sepse në qoftë në tregjet e lira, në tregjet që janë të liberalizuara, jo në tregjet e rregulluara, është loja e vetë lojtarëve në prokurimet publike, absolutisht që ne do të kemi një vëmendje të gjitha firmave europiane për të qenë pjesë e tregut të prokurimeve publike. Dhe këtu ligjësia e konkurrencës nuk të fal. Askush nuk të fal sepse nëse autoriteti shqiptar i konkurrencës për efekt kapaciteteve nuk e merr në konsiderat, ai e çon çështjen në jurisdiksionet e Bashkimit Evropian, Komisionin Evropian, pra thret drejtorinë e përgjithshme të konkurrencës për të trajtuar çështjen. Pra aspektet në tërsinë e vet fillojnë të bëhen akoma dhe më të ndërlikuara për operatorët. Prandaj e them edhe një herë që ligji i konkurrencës nuk është thjesht një ligj, është mentalitet, është mënyrë të vepruari, të cilën e duam apo nuk e duam ne, për aq kohë sa Kushtetuta e Shqipërisë shkruan që ekonomia shqiptare është një ekonomi e lirë e tregut, automatikisht ne kemi si ato domosdoshmëritë etike të rritjes së vendit. Ndryshe pastaj do të kemi një rritje të shtrëmbëruar dhe akoma dhe më keq do të kemi efekte pastaj edhe në vetë proceset e integrimit. Dhe kapitulli 8, që është kapitulli i konkurrencës, ku nuk përfshihet vetëm ligji për mbrojtjen e konkurrencës, por përfshihet gjithë fryma rregullative dhe nxitja dhe promovimi i konkurrencës në gjithë ekonominë shqiptare, përfshihet dhe ndihma shtetërore, është kapitulli i fundit që mbyllet nga eksperiencat që kam me Kroacinë për shembull. Pse? Sepse kërkon që gjithë baza ligjore që funksionon brenda një vendi të jetë në të njëjtën filozofi, në ato të promovimit dhe nxitjes së konkurrencës dhe garantimit të konkurrencës nga aktet ligjore dhe ligjore të gjithë frameworkut që funksionon brenda shtetit dhe brenda vendit. Pra, në momentin e integrimit sigurisht do të kemi një garant më të rëndësishëm dhe më rigoroz për atë rregullave të konkurrencës së ndershme që do të jetë Bashkimi Evropian dhe institucionet e tij. Edhe operatorët dhe tregu evropian, pra operatorët e tregut evropian, të cilët edhe ata do kërkojnë, nëse ke një normë të lartë fitimi, në Shqipëri automatikisht ata do kërkojnë të futen. Dhe kjo do të nxjisë konkurrencën në të gjitha aspektet. Ju faleminderit. Ju faleminderit juve.